Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai mori pjesë në mbledhjen e radhës së Asamblesë Parlamentare të NATO-s në kuadër të Komisionit të Mbrojtjes dhe Sigurisë, ndërsa shoqërohej nga deputeti Fatmir Mediu. Deputeti i qarkut të Vlorës Bledi Çuçi në këto takime të zhvilluara në Departamentin e Shtetit, Bibliotekën e Kongresit dhe në institucione të rëndësishme kërkimore, u njoh me prioritetet e politikës jashtme amerikane për vitin 2026 dhe perspektivën e sigurisë në Europë, si dhe u diskutua mbi bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes. Shqipëria mbetet e angazhuar për të kontribuar në paqe dhe stabilitet në kuadër të rolit të rëndësishëm që kanë parlamentet e vendeve anëtare të NATO-s, thot Çuçi. Ndërkaq, deputeti i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, njëkohësisht drejtuesi politik Bledi Çuçi, u ndal në vizitën e tij edhe në një nga kompanitë e mëdha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Las Vegas, një shembull konkret i fuqisë së inovacionit në shërbim të sigurisë. Çuçi së bashku me kolegët e tij pa nga afër se si teknologjitë moderne dhe zgjidhjet inteligjente porisin kapacitetet operacionale të strukturave të mbrojtjes, duke dëshmuar se investimi në dije dhe inovacion është çelësi për të përballuar sfidat e sotme dhe të së ardhmes. Shkëmbimi i eksperiencave me partner të tillë mbetet thelbësor për të forcuar më tej sigurinë dhe standardet tona, përfundon publikimin e tij në rrjetet sociale deputeti i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi.